Rritja në peshë pas moshës 60 vjeç është një temë shpesh e nënvlerësuar, por jashtëzakonisht e rëndësishme për shëndetin, mirëqenien dhe cilësinë e jetës së të moshuarve. Ndryshe nga periudhat më të hershme të jetës, kushtimi në peshë shihet shpesh si problem. Në moshën e tretë shumë persona përballen me të kundërtën. Humbje të pavullnetshme në peshë, dobësim të muskujve, rënje të oreksit dhe mungesë energjie. Këto ndryshime nuk janë vetëm estetike, por lidhen drejtpërdrejt me rrezik më të lartë për sëmundje, infeksione, rënje fizike dhe humbje të pavarësisë. Me kalimin e viteve, trupi i njeriu pëson ndryshime fiziologjike të natyrshme. Metabolizmi ngadalësohet, masa muskulore, sarkopenia fillon të bjerë, ndërsa sistemi tretës bëhet më pak efikas në përthithjen e disa lëndëve ushqyese thelbësore si proteina, vitamina B12, kalciumi dhe hekuri. Në të njëjtën kohë, shumë të moshuar vuajnë nga probleme dentare, vështirësi në përtypje, probleme me tretjen ose sëmundje kronike që ndikojnë drejtpërdrejt në oreks dhe në sasinë e ushqimit të konsumuar çdo ditë. Një tjetër faktor i rëndësishëm është aspekti psikologjik dhe social. Vetmia, depresioni, humbja e partnerit apo izolimi social shpesh çojnë në ulje të dëshirës për të ngrënë. Ushqimi nuk është vetëm nevojë biologjike, por edhe përvojë emocionale dhe sociale. Kur këto elemente mungojnë, ushqyerja bëhet e varfër dhe e pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e trupit. Humbja e peshës pas moshës 60 vjeç lidhet ngushtë me humbjen e masës muskulore. Muskujt janë thelbësor për lëvizjen, ekuilibrin dhe forcën. Kur ato dobësohen, rritet rreziku për rrëzime, fraktura dhe paaftësi funksionale. Për këtë arsye, rritja e shëndetshme në peshë nuk nënkupton thjesht shtim djami, por mbi të gjitha rikthim dhe ruajtje të masës muskulore përmes ushqimit të duhur dhe aktivitetit fizik të përshtatshëm. Në këtë seri shkrimesh do të fokusohemi në 5 ushqime kyçe që ndihmojnë në rritjen e peshës pas moshës 60 vjeç në mënyrë të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Këto ushqime janë zgjedhur për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë në kalori cilësore, proteina, yndyrna të shëndetshme, vitamina dhe minerale që i nevojiten trupit në këtë fazë të jetës. Qëllimi nuk është ngrënia e ushqimeve të përpunuara apo të pashëndetshme, por ndërtimi i një diete ushqyese që mbështet shëndetin e përgjithshëm. Është e rëndësishme të theksohet se çdo individ është unik. Nevojat ushqyese ndryshojnë në varësi të gjinisë, nivelit të aktivitetit fizik, gjendjes shëndetësore dhe sëmundjeve ekzistuese. Prandaj, këto këshilla duhet të shihen si udhëzuese dhe jo zëvendësimi këshillës mjekësore apo dietologjike. Në moshën mbi 60 vjeç, prioriteti duhet të jetë ushqimi i dendur në lëndë ushqyese. Kjo do të thotë ushqime që në porcione relativisht të vogla ofrojnë shumë energji dhe përbërës të vlefshëm. Trupi shpesh nuk toleron sasi të mëdha ushqimi, ndaj cilësia bëhet më e rëndësishme se sasia. Një aspekt tjetër thelbësor është proteina. Studimet tregojnë se të moshuarit kanë nevojë për më shumë proteinë se sa të rinjt për të ruajtur masën muskulore. Megjithatë, shumë persona mbi 60 vjeç konsumojnë më pak proteinë nga sa rekomandohet. Kjo bën që shtimi në peshë të jetë i vështirë dhe i pashëndetshëm. Ushqimet që do të përmendim në këtë seri janë të pasura me proteina të cilësisë së lartë. Gjithashtu, yndyrnat e shëndetshme luajnë rol kyç në rritjen e peshës. Ato janë burimi i përqendruar energjie dhe ndihmojnë në përthithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë A, D, E dhe K. Në moshën e tretë, zgjedhja e yndyrnave të duhura është thelbësore për shëndetin e zemrës dhe trurit. Në këtë pjesë do të vendosim baza teorike dhe praktike për rritjen e peshës pas moshës 60 vjeç, ndërsa në pjesët në vijim do të analizojmë secilin ushqim në detaje, përfitimet e tij, mënyrat e konsumimit dhe këshilla praktike për përfshirjen e tij në dietën e përditshme. Ushqimi 1. Vezët. Themeli i proteinës dhe energjisë vezët janë një nga ushqimet më të vlefshme për të moshuarit që synojnë të shtojnë peshë. Ato janë të pasura me proteina të plota, që do të thotë se përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që trupi nuk mund t'i prodhojë vetë. Një vezë mesatare përmban rreth 6-7 gram proteinë, si dhe një sasi të konsiderueshme yndyrnash të shëndetshme. Proteina e vezës ndihmon drejtpërdrejt në ndërtimin dhe ruajtjen e masës muskulore. Për personat mbi 60 vjeç, kjo është thelbësore për të parandaluar dobësimin fizik dhe për të mbështetur aktivitetet e përditshme. Përveç proteinës, veza është burimi i mirë i vitaminës D, vitaminave të grupit B, kolinës dhe selenit. Një avantazh i madh i vezëve është lehtësia e përgatitjes dhe përtypjes. Ato mund të gatuhen në forma të ndryshme: të ziera, omlet, të fërguara lehtë, të përziera me perime apo të shtuara në supa. Kjo i bën ideale për persona me probleme dentare ose vështirësi në përtypje. Konsumimi i 1-2 vezëve në ditë mund të kontribuojë ndjeshëm në rritjen e peshës, veçanërisht kur kombinohen me bukë integrale, djath, vaj ulliri ose avokado. Këto kombinime rrisin përmbajtjen kalorike të vaktit, pa e bërë atë të rëndë për tretje.
Ushqimi 2. Arat dhe frutat e thata, energji e përqendruar dhe mbrojtje për trurinarat dhe frutat e thata, janë ndër ushqimet më të rekomanduara për personat mbi 60 vjeç që synojnë të shtojnë peshë në mënyrë të shëndetshme. Ato përmbajnë një sasi të lartë kalorish në porcione të vogla, gjë që i bën ideale për të moshuarit që nuk kanë oreks të madh ose lodhen shpejt gjatë ngrënies. Arat, bajamet, lajthit, kikirikët, shemet, si dhe frutat e thata si rushi i thatë, fisht e thatë, hurmat dhe kajsit e thata, janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, veçanërisht acide yndyrore mono dhe polit pangopura, proteina bimore, fibra, vitamina dhe minerale. Një nga përfitimet më të mëdha të arave është ndikimi i tyre pozitiv në shëndetin e trurit dhe zemrës. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden veçanërisht të arat ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve njohëse, kujtesës dhe përqendrimit, të cilat shpesh dobësohen me kalimin e moshës. Për sa i përket rritjes në peshë, një grusht ara në ditë, rreth 30-40 gram, mund të shtojë 180-250 kalori shtesë pa e rënduar stomaku. Këto kalori janë cilësore dhe ndihmojnë trupin të ruajë energjinë gjatë gjithë ditës. Arat dhe frutat e thata mund të konsumohen në mënyra të ndryshme. Si snack midis vakteve të shtohen në kos ose qumsht përzihen me tërshër ose drithrat bluara dhe të shtuara në supa apo pure për personat me probleme dentare. Arat mund të bluhen ose të konsumohen në formë gjalpi, si gjalpi kikirikut apo bajames, duke ruajtur të gjitha vlerat ushqyese. Ushqimi 3. Produktet e qumshtit me yndyrë të plotë. Ndërtim muskulor dhe forcimi i kockave. Produktet e qumshtit me yndyrë të plotë, si qumshti i plotë, kosi i trash, djathi i bardhë, djathi kaçkavall dhe gjiza, janë thelbësore për të moshuarit që synojnë shtim në peshë. Ato ofrojnë një kombinim ideal të proteinës, yndyrnave, kalciumit dhe vitaminës dhe proteina që gjendet në qumsht dhe derivatet e tij, është shumë e vlefshme për ndërtimin e muskujve. Në moshën mbi 60 vjeç, humbja e masës muskulore është një nga problemet kryesore që ndikon drejt për drejt në dobësim, lodhje dhe rënje të shpeshta. Konsumimi i rregullt i produkteve të qumshtit ndihmon në ngadalësimin e këtij procesi. Kalciumi dhe vitamina D janë jetike për shëndetin e kockave. Osteoporoza është e zakonshme te të moshuarit, veçanërisht te gratë, dhe një dietë e pasur me produkte qumshti ndihmon në ruajtjen e densitetit kockor. Nga ana kalorike, produktet e qumshtit me yndyrë të plotë janë shumë më të përshtatshme se sa versionet light ose pa yndyrë. Për shembull, një gotë qumshti plot ofron më shumë energji dhe ndihmon më mirë në shtimin e peshës. Ide praktike për konsum. Një gotë qumshti plot në mëngjes dhe në darkos i trash me mjalt, dhe frutat e thata djath i bardhë me bukë integrale, dhe vaj ulliri gjiz e përzier me kos dhe vaj ulliri. Ushqimi 4. Drithrat e plota dhe produktet integrale, energji e qëndrueshme dhe fibra. Drithrat e plota si buka integrale, orizi kaf, elbi, quinoa, dhe tëshëra janë burime të shkëlqyera karbohidratesh komplekse, të cilat ofrojnë energji të qëndrueshme dhe mbështesin rritjen e peshës. Karbohidratet komplekse trete më ngadalë se sheqernat e thjeshta, duke siguruar energji për orë të tëra pa rritje të papritur të sheqerit në gjak. Për të moshuarit, drithrat e plota ndihmojnë gjithashtu në ruajtjen e shëndetit të sistemit tretës, fal fibrave që lehtësojnë tretjen dhe parandalojnë kapsullëku. Konsumimi i rregullt i drithrave komplekse siguron kalori cilësore që kontribuojnë në shtimin e peshës pa rrezikun e yndyrnave të dëmshme. Këshilla praktike. Një fet bukë integrale me gjalp ose djathoriz kaf ose quinoa si bazë për vakte të boshme të shëra me qumsht të plot, arë dhe mjalt për mëngjeshtimi i farave të lirit, ose të kungullit në sallata, ose supa për energji dhe yndyrna të shëndetshme. Drithrat e plota duhet të jenë pjesë përbërëse e dietës ditore për personat mbi 60 vjeç, jo vetëm për energji, por edhe për mbështetje të shëndetit kardiovaskular dhe tretës. Ushqimi 5. Peshku dhe mishi i lehtë, proteina të larta për muskuj dhe energji. Peshku, sidomos ai i yndyrshëm si salmoni, sardele dhe trofta, si dhe mishi i pulës apo gjelit, janë burime të shkëlqyera të proteinave të plota dhe yndyrnave të shëndetshme. Këto ushqime janë thelbësore për ndërtimin dhe ruajtjen e masës muskulore, veçanërisht në moshën mbi 60 vjeç. Proteina nga peshku dhe mishi i bardhë ndihmon në rikuperimin e muskujve pas aktivitetit fizik dhe siguron energji për funksionet bazë të trupit. Peshku i yndyrshëm ofron omega-3, të cilat përmirësojnë shëndetin e zemrës, trurit dhe reduktojnë inflamacionin. Këshilla praktike. Peshk i pjekur me pak vaj ulliri dhe erza natyrale pul ose gjeli zier ose i pjekur, i kombinuar me perime dhe drithra të plota. Supa me mish të bardhë dhe perime të pasurashtimi i peshkut në sallata, ose vakte me qumësht dhe koskombinimi këtyre 5 ushqimeve, vezë, ara dhe fruta të thata, produkte qumshti me yndyrë të plot, drithra të plota, dhe peshk dhe mishi lehtë krijon një dietë të pasur, të larmishme dhe të balancuar që ndihmon në rritjen e peshës në mënyrë të shëndetshme pas moshës 60 vjeç. Kjo dietë jo vetëm që ndihmon në shtimin e peshës, por përmirëson energjinë, forcën muskulore,
shëndetin e kockave dhe funksionet kardiovaskulare dhe cerebrale. Përfundimi i serisë së 5 ushqimeve rritja në peshë pas moshës 60 vjeç është një proces që kërkon strategji të menduara, zgjedhje ushqimore të shëndetshme dhe kombinim me aktivitet fizik të përshtatshëm. Shtimi i kalorive përmes ushqimeve të larta në proteinë dhe yndyrna të shëndetshme, duke përfshirë këto 5 ushqime kyçe, është mënyra më e qëndrueshme dhe më e sigurt për të ruajtur shëndetin dhe pavarësinë. Personat mbi 60 vjeç duhet të fokusohen te cilësia e ushqimit, jo thjesht te sasitë, dhe të konsultohen me mjek ose dietolog për të përshtatur dietën sipas gjendjes së tyre shëndetësore. Përveç ushqimit, aktiviteti fizik i lehtë deri mesatar, si ecjet, ushtrimet për forcim muskulor dhe aktivitetet që nxisin fleksibilitetin, janë po aq të rëndësishme për të arritur rezultate optimale në rritjen e peshës dhe mirëqenien e përgjithshme. Rritja në peshë pas moshës 60 vjeç është një sfidë e veçantë, por e realizueshme me zgjedhje të kujdesshme ushqimore dhe stil jete të shëndetshëm. 5 ushqimet kyçe që diskutuam: vezët, arrat dhe frutat e thata, produktet e qumshtit me yndyrë të plotë, drithrat e plota dhe peshku gëmishi i lehtë, ofrojnë një kombinim optimal të proteinave, yndyrnave të shëndetshme, karbohidrateve komplekse, vitaminave dhe mineraleve të nevojshme për shëndetin e përgjithshëm. Duke përfshirë këto ushqime në dietën ditore, të moshuarit mund të rrisin peshën në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme, duke ruajtur energjinë, forcën muskulore, shëndetin e kockave dhe funksionet kardiovaskulare dhe cerebrale. Është e rëndësishme të kombinohet dieta me aktivitet fizik të lehtë deri mesatar, si ecjet, ushtrimet e forcimit të muskujve dhe aktivitetet që rrisin fleksibilitetin dhe ekuilibrin. Pikat kryesore për një rritje të shëndetshme në peshë pas moshës 60 vjeç janë: 1. Prioriteti te cilësia mbi sasinë. Ushqime të pasura me lëndë ushqyese që ofrojnë kalori të shëndetshme. 2. Proteina të plota. Vezët, produktet e qumshtit, peshku dhe mishi i lehtë ndihmojnë në ruajtjen dhe ndërtimin e masës muskulore. 3. Yndyrna të shëndetshme. Arrat, gjalpi i arrave, peshku i yndyrshëm dhe vajrat natyral janë burime të shkëlqyera energjie dhe mbrojnë shëndetin e zemrës dhe trurit. 4. Karbohidrate komplekse. Drithrat e plota dhe produktet integrale sigurojnë energji të qëndrueshme dhe mbështesin funksionin tretës. 5. Hidratim dhe përbërës shtesë. Konsumimi mjaftueshëm i ujit, frutave dhe perimeve ndihmon në tretje dhe thithje të lëndëve ushqyese. 6. Konsultim profesional. Çdo dietë duhet të përshtatet sipas gjendjes shëndetësore, sëmundjeve ekzistuese dhe rekomandimeve të mjekut ose dietologut. Duke ndjekur këto këshilla dhe duke integruar 5 ushqimet kryesore në rutinën ditore, personat mbi 60 vjeç mund të përmirësojnë cilësinë e jetës, të ruajnë pavarësinë dhe të shtojnë peshën në një mënyrë të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Ushqimi nuk është vetëm nevojë fizike, por edhe mundësi për të ushqyer trupin dhe mendjen me energji pozitive, duke siguruar një jetë aktive dhe të kënaqshme në moshën e tretë.